إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, për ti ndihmë kërkojmë vetëm për Allahut falje për gabimet tona. Kërkojmë atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që alen Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë pas tij. Salat e selamet për shëndetit tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun të jemi dhe ne prej tyre. Të nderuar vëllezër besimtar, tema që do të flasim sot është një temë e rëndësisë së veçantë. Ajo ka të bëjë me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall njihet përmes cilësive të tij, përmes emrave që i posedon Allahu azza wa jall dhe përmes veprave të Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: Allahut i takojnë emrat më të bukura. Allahu posedon emra më të bukur, andaj lutni Allahun me emrat e Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu posedon 99 emra. Kush i mëson këto, punon sipas këtyre dhe lut Allahun azza wa jall me këto, do të hyjë në xhennet. Vëllezër të dashur besimtar, kur më herët nuk ka qenë më lehtë të mësohen dhe të studiohen emrat e Allahut azza wa jall se sa sot. Mjafton vetëm që të kërkoni në Google dhe të shënoni emrat e Allahut azza wa jall. Në gjuhën shqipe ju dalin ato emra me kuptim, ku çdo musliman duhet t'i di emrat e Allahut azza wa jall, sepse nuk adhurohet Allahu subhanahu wa taala pa i ditë emrat e Allahut azza wa jall. Nuk njihet Allahu subhanahu wa taala pa i ditë emrat dhe cilësitë dhe veprimet e Allahut subhanahu wa taala. Nuk forcohet besimi i muslimanit nëse nuk e njeh krijuesin e tij. Andaj, o vëllezër të dashur, kjo dituria e njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut azza wa jall është çështje më me vlerë në fytyrë të tokës, sepse dietarët kanë thënë vlera e diturisë vjen varësisht prej vlerës së mësimit, vlerës së studimit, se çka jemi duke të studiu, andaj edhe përfitohet vlera asaj diturie. Andaj nuk ka gjë më të vlefshme se sa njohja e krijuesit ton, njohja e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur besimtar, të gjithë e dim ajetin Allahut azza wa jall që Allahu nuk i krijoi gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër vetëm se për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. E për të arritur ky qëllim madhështor, adhurimi Allahut subhanahu wa taala arrihet përmes njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Shikoni o vëllezër të dashur, ajeti i parë në surën Al-Baqara, ajeti i parë në Kur'an dhe surat tjera që fillojnë në Kur'an, të gjitha surat fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, të gjithë mëshirshmit. Pra, që në fillim të Kur'anit, po mësojmë për Allahun subhanahu wa taala, po njihemi me Allahun, me krijuesin ton. Pra,
me atë mëshiruesin, gjithë mëshirshmin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi të konë Zotit të botëve, pra qenë ka Zot i mbar krijesave të ndryshme, botës njerëzore, botës shtazore, botës shpezore, kështu të më radhë. Pra Allahu është krijuesi gjitha këtyre krijesave. Andaj o vëllezër të dashur, për ta njohur Zotin ton kemi nevojë të njoftohemi me Allahun subhanahu wa taala. Pa ta syë dhe Allahu thot me një ajet tjetër, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije, njive Zotin tënd, që nuk ka tjetër posti që merriton adhurimin. Andaj, po kërkon Allahu prej neve që ta njohim ne Zotin ton. Vëllezër të dashur besimtar, kur njeriu e njeh Allahun azza wa jall si mëshirues, andaj dhe shpreson tek mëshira Allahut subhanahu wa taala. Kur njeriu e njeh Allahun si falës të gabimeve, shpejton të kërkim falje Allahut subhanahu wa taala dhe ka shpresë që Allahu do t'ja falë mëkatet dhe do t'a fusë në xhennet, sepse ai është të falës. Kur njeriu e njeh Allahun azza wa jall se është i plot fuqishëm, andaj mbështetet tek Allahu azza wa jall, tek fuqia Allahut dhe nuk ka frikë prej krijesave, se njeh Zotin e tij. Kur njeriu, robi, e njeh Allahun azza wa jall, se Allahu i hakmirët për të dobëtit, për atyre që është të bërë pa drejtësi, për atyre që është të bërë zullum, i ngrit duar tek Allahu subhanahu wa taala, e din që Allahu azza wa jall do t'ja kthen hakun Allahu subhanahu wa taala këtij që është të bërë e pa të drejtë. Vëllezër të dashur besimtar, njohja Allahut, emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala jep shpresë besimtarit. Njohja Allahut azza wa jall ta largon stresin. Njohja Allahut subhanahu wa taala mbështetet tek Allahu azza wa jall. Shpresa tek falja, tek mëshira Allahut azza wa jall. Shpresa tek xheneti Allahut subhanahu wa taala i jep motiv njeriu që të jetojë në këtë botë dhe të veproj vepra të mira dhe të fitoj edhe më shumë shpërblime prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, është e rëndësishme njohja Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: njihe Allahun azza wa jall në rahati, të njeh ty Allahu subhanahu wa taala në vështërsi. Pra, adhuroje Allahun azza wa jall kur je rahat, kur je i qetë. Mëso për Allahun subhanahu wa taala. Adhuroje me emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. O mëshirues, më mëshiro. O ti që jep shumë, më jep. O ti furnizues, më furnizo me evlad, më furnizo në dynja, më furnizo me pasuri, mi largo borxhet e mia. E gjitha këto, kur njeriu e lut Allahun subhanahu wa taala, i jep motiv atij. I jep motiv, e afron tek Allahu subhanahu wa taala. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nëse dikujt i humbin edhe lidhsat e këpucëve, le të lutë Allahun subhanahu wa taala dhe për këtë çështje, edhe për çështje të vogla, lutë Allahun subhanahu wa taala, sepse lutja jote ndaj Allahut azza wa jall është përmendje se ti e ke vazhdimisht në kujtesë Allahun subhanahu wa taala. E kush e kujton Allahun azza wa jall, e kujton Allahun subhanahu wa taala atë njeri. Andaj kemi nevojë në çdo moment me kujtu Allahun azza wa jall, me njoh Zotin ton, me majt raportet me Allahun subhanahu wa taala në çdo moment, e pastaj kur jemi në vështirësi, na përgjigjet Allahu azza wa jall lutjeve tona. Na gjindet Allahu azza wa jall kur jemi më të nevojshëm dhe në momente më kritike dhe më të vështira. E lutim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të na i falë mëkatet,
أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Vëllezër të dashur besimtar, këtë pjesën e dytë të hutbes do të mundohemi me I përmend emrat e Allahut subhanahu wa taala në gjuhën shqipe me kuptim. Andaj që t'jemi më afër Allahut subhanahu wa taala. Në çfarë momenti që je, lutë Allahun azza wa jall me emrin që kërkohet ta përmendesh Allahun azza wa jall në atë moment. Pra, je duke kërkuar për Allahut furnizim, lutë Allahun azza wa jall me emrin o furnizues. Je duke kërkuar për Allahut azza wa jall falje, lutë Allahun azza wa jall me emrin El Ghafur apo El Ghaffar, o falës I madh, më fal mua. Je duke kërkuar për Allahut azza wa jall mëshirë, me të mëshiru ty, familjen tënde, të afërmit e tu, ata të cilët kanë vdekur, o mëshirues, mëshiroj gjithë ata të cilët kanë vdekur para nesh, prej prindërve tanë dhe të afërmëve tanë. Vëllezër të dashur, për këtyre 99 emrave që janë të përmendur në sunet të pejgamberit s.a.s. apo në Kur'an, fillojmë me emrin e parë, Allah. Allah është në gjuhën universale, ai I cili adhurohet, Allah, I plot fuqishmi. Allahu Ar-Rahman, mëshiruesi përgjithshëm, mëshirbërësi, sundimtari, më I pastërti, paqëdhënësi, I mangut nga tëmetat, garantuesi I sigurisë, bikëqyrësi, ruajtësi, I plot fuqishmi, nënshtruesi I gjithçkaje, madhështori, krijuesi, formëdhënësi, shëmbëltyrës bërësi, falësi I madh, mpashtuesi, dhurues I madh, furnizuesi, hapësi I gjitha të mirave, I gjithdituri, ngushtuesi, zgjeruesi, ulësi, I ul të tjerët, I lartësuesi, I lartëson të tjerët, I lartëson besimtarët, nderdhënësi, poshtëruesi, dëgjuesi, shikuesi, gjykatësi, I drejti, I buti dhe I dashuri, I gjithë informuari, din çdo gjë. Din çdo gjë Allahu azza wa jall. Çka do që të mshefim dhe në gjoksa tona, e din këtë Allahu subhanahu wa taala. I buti, madhështori, falësi I madh, mirënjohësi, shpërblyesi I cili shpërblen shumë. Shumë I larti, shumë I madhi, mbrojtësi, furnizuesi I gjitha krijesave. Llogaridhënësi, fisniku I madh, bujari, mbikëqyrësi, përgjigjësi, I gjithëpërvshtir, I urtë, shumë I dashuri, më I madhërueshëm, I lavdishëm, ringjallësi në ditën e gjykimit, dëshmitari, I vërteti, mbrojtësi dhe përkujtuesi, I forti, I patundur, mbrojtësi, kujdestari, I lavdishmi, numëruesi I gjithçkaje, filluesi I gjithçkaje, ai që I rikthen njerëzit, ai që jep jetë, ai që I vdes njerëzit dhe krijesat, I gjalli, mbajtësi I gjithçkaje, një dhe I vetëm, një shmëror, ai që gjithçka ka nevojë për të, I fuqishmi, I gjithfuqishmi, parasuesi, pasuesi, I pari, I fundit, I dukshmi, I padukshmi, bikëqyrësi, shumë I larti, mirëbërësi, pranuesi pendimit, hakmarrësi, shumë falësi, shumë I buti, sunduesi I mbretërisë, I madhërishmi dhe bujari, drejtëbartësi, mbledhësi, I pasuri, ai që pasuron, penguesi, ai që sjell dëm me urtësi, ai që sjell dobi, drita, udhëzuesi, krijuesi I paprecedent, I përjetshmi, trashëgimtari I gjithçkaje, udhëzuesi, drejtës, I durueshmi dhe po ashtu I lavdishmi. Vëllezër të dashur besimtar, këto janë 99 emrat e Allahut subhanahu wa taala. Për çdo gjë që kemi nevojë, e gjejmë këtu
emrin adekuat për besimtarin I cili drejtohet me lutje Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall të na bëj prej besimtarëve të devotshëm. Elusim Allahun azza wa jall të na bëj prej besimtarëve modest. Elusim Allahun azza wa jall të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun azza wa jall të udhëzojë familjet tonë dhe popullin tonë. Elusim Allahun azza wa jall me mëshirën e Tij të na mëshiroj neve. Ti mëshiroj të vdekurit tanë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me fuqinë e Tij të sjell drejtësi në vendin tonë të në mbar rrezullin toksor. Elusim Allahun azza wa jall, ai I cili I ringjall njerëzit në ditën e gjykimit. Në ringjall bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit e mirë dhe të jemi në xhennetin Firdaus. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.